Horoskopi ditor, 23 shkurt 2026, dashi, sot, energjia astrologjike të shtyn të kërkosh ekuilibër emocional, një ndjenjë qetësie të brendshme që ndoshta ka munguar kohët e fundit. Mund të ndjesh nevojën të ngadalësosh ritmin dhe të përqendrohesh tek gjërat që të japin siguri dhe rehati. Kjo është një ditë ku kënaqësitë e vogla, një bisedë e ngrohtë, një moment pushimi apo edhe një ambient i rehatshëm kanë ndikim më të madh se zakonisht në humorin tënd. Instinktet e tua financiare janë më të mprehta. Mund të kuptosh më qartë se ku duhet të investosh energjinë ose paratë, dhe vendimet praktike kanë gjasa të rezultojnë të sakta. Nuk është moment për rreziqe të mëdha, por për zgjedhje të mençura dhe të qëndrueshme që ndërtojnë stabilitet afatgjatë. Je më i dukshëm për të tjerët, njerëzit mund të kërkojnë mendimin, ndihmën ose praninë tënde. Kjo tregon se energjia jote po reflekton besueshmëri dhe forcë. Në marrëdhënie, lumturia vjen nga thjeshtësia. Ndërsa dita avancon, dëshira për të ndarë mendime dhe emocione rritet, duke krijuar mundësi për afrime të reja ose përmirësim të marrëdhënieve ekzistuese. Këshilla astrologjike zgjidh çështjet e pambyllura me miq ose projektet e vjetra. Stabilizo rrethin shoqëror duke qenë i sinqert dhe praktik. Jep kontributin tënd pa u lodhur emocionalisht. Balanca është çelësi. Demi sot kërkon mbi të gjitha qartësi, por njëkohësisht brenda teje vazhdon të jetojë një ëndër që nuk je gati ta lësh. Energjia e ditës të bën më të ndjeshëm ndaj mënyrës si të tjerët reagojnë ndaj emocioneve të tua. Ke nevojë të ndihesh i dëgjuar dhe i kuptuar, dhe lajmi i mirë është se sot arrin ta shprehësh veten më qartë se zakonisht. Është një moment shumë i favorshëm për shkëmbim idesh. Një bisedë e thjeshtë mund të hapë një derë të re, ndërsa një ide kreative mund të marrë formë konkrete. Mos hezito të përdorësh mënyra të reja për t'u lidhur me njerëzit, ndonjëherë një hap i vogël social sjell ndryshime të mëdha. Më vonë gjatë ditës, energjia ndryshon dhe fokusi kalon tek siguria personale dhe burimet materiale. Fillon të mendosh më seriozisht për atë që të jep rehati, stabilitet financiar, ambient i qetë ose ndjesia se ke kontroll mbi jetën tënde. Kjo është një fazë e muajit hënor ku po përcakton më qartë çfarë dëshiron dhe çfarë të duhet realisht, jo vetëm emocionalisht, por edhe praktikisht. Nuk je më i interesuar për zgjidhje të shpejta, kërkon diçka që ndërtohet ngadalë dhe që zgjat. Megjithatë, universi të kujton edhe diçka të rëndësishme. Për të ecur përpara, duhet të forcosh marrëdhënien me pushimin dhe reflektimin. Binjakët sot mund të përfitosh shumë nëse i jep vetes pak hapësirë larg zhurmës dhe ndikimeve të jashtme. Në fillim të ditës, një tërheqje e lehtë nga aktivitetet sociale nuk është dobësi, por një mënyrë për të rikthyer ekuilibrin emocional dhe për të parë gjërat më qartë. Mendja jote ka nevojë për qetësi që të riorganizojë mendimet dhe ndjenjat. Më vonë, energjia ndryshon ndjeshëm kur hëna hyn në shenjën tënde. Papritur ndihesh më i gjallë, më kurioz dhe më i hapur ndaj botës përreth. Komunikimi bëhet më i lehtë dhe dëshira për të bashkëvepruar me njerëzit rritet. Është një moment ideal për të rifilluar biseda, për të ndarë ide ose për të shprehur atë që ke mbajtur brenda. Ndërkohë, fillon të vendosësh prioritete me më shumë realizëm. Çështjet praktike nuk të duken më të lodhshme, përkundrazi, i trajton me qartësi dhe vendosmëri. Kjo javë sjell energji shumë të mirë për të arritur një mirëkuptim, qoftë me një person të rëndësishëm, qoftë me një situatë që ka kohë që të shqetëson. Dalë ngadalë, po ka përcem pengesa që ndoshta të kanë mbajtur të bllokuar emocionalisht ose kreativisht. Kjo të lejon të shprehesh më autentikisht, pa frikën e gjykimit. Një misi mund të forcohet përmes interesave të reja, studimeve apo bindjeve që po zhvillon tani. Gaforja, kjo ditë sjell një energji të veçantë për lidhje shoqërore dhe shkëmbim idesh. Mendja jote është më kreative se zakonisht dhe mund të kapësh frymëzime që nuk lidhen vetëm me momentin, por me plane më të mëdha dhe afatgjata. Idetë që lindin sot kanë potencial të vërtetë, sidomos nëse lidhen me ëndra personale, projekte të ardhshme ose ndryshime që dëshiron të bësh në jetën tënde. Është një kohë shumë e mirë për diskutime, brainstorming apo bashkëpunime, sepse arrin të shohësh panoramën e plotë dhe jo vetëm detajet e vogla.
Instinkti yt emocional të ndihmon të kuptosh drejtimin e duhur, edhe nëse ende nuk i ke të gjitha përgjigjet. Megjithatë, ndërsa dita avancon, ndjen nevojën të tërhiqesh pak nga ritmi i botës. Një distancë e vogël nga zhurma dhe stimulimi i tepërt bëhet rigjeneruese. Mund të kërkosh qetësi, heshtje ose kohë vetëm me mendimet e tua. Kjo nuk është largim, por një mënyrë për të rifituar energjinë dhe për të marrë frymë emocionalisht. Gjatë kësaj jave, ndjenja e përgjegjësisë të jep forcë të brendshme. Sa më shumë përqendrohesh tek detyrat dhe qëllimet konkrete, aq më i sigurt ndihesh për rrugën që po ndjek. Organizimi i çështjeve financiare ose sigurimi i mbështetjes që të nevojitet mund të bëhet një motivim i fortë për të ecur përpara. Luani sot ndjen një shtysë të fortë për të qenë produktiv dhe për të lëvizur përpara me planet e tua. Energjia e ditës të ndihmon të përqendrohesh tek objektivat dhe përgjegjësitë pa humbur kohë. Çdo detyrë e përfunduar të jep kënaqësi të veçantë, sepse ndjen se po ndërton diçka konkrete për të ardhmen tënde. Bisedat që zhvillon sot mund të jenë shumë të vlefshme. Një diskutim i thjesht mund të të ndihmojë të sqarosh një ide, të gjesh një zgjidhje ose të hapësh një mundësi të re. Mendja jote është tek thjellët dhe arrin të analizosh projektet apo planet me logjik dhe vizion afatgjatë. Më vonë gjatë ditës, energjia bëhet më e lehtë dhe më sociale kur hëna kalon në sektorin e mijësive dhe rrjeteve shoqërore. Pas përqendrimit intensiv, lind dëshira për të relaksuar mendjen, për të kërkuar frymëzim dhe për të urrëtuar nga njerëz që të japin energji pozitive. Mund të ndihesh më i hapur ndaj ideve të reja ose bashkëpunimeve. Gjatë kësaj jave, aspektet astrologjike favorizojnë zgjidhjen e një problemi ose lindjen e një ideje të zgjuar, sidomos në çështje praktike. Mund të kuptosh se përparimi yt nuk vjen nga nxitimi, por nga përkushtimi dhe fokusi i vazhdueshëm. Sa më shumë investon kohë dhe seriozitet në lidhjet e tua, aq më shumë ndjen stabilitet dhe besim. Virgjëresha, sot ndjen një dëshirë të fortë për të dalë përtej rutinës së zakonshme. Diçka brenda teje kërkon më shumë liri, përvoja të reja dhe një ndjenjë më të thellë mirëqenieje. Është një moment kur mendja hapet ndaj ideve të reja dhe kur ndryshimi nuk të trem, por të motivon. Bisedat që zhvillon sot mund të jenë veçanërisht frymëzuese. Një partner, mik i ngushtë ose bashkëpunëtor mund të japë një këndvështrim të ri që ndes kreativitetin tënd. Idetë lindin natyrshëm dhe mund të ndihesh më optimist për drejtimin që po merr jeta jote. Më vonë gjatë ditës, energjia ndryshon kur hëna ngjitet në majën e hartës tënde astrologjike. Fokusohesh më shumë tek qëllimet, reputacioni dhe arritjet personale. Ndihesh më i sigurt kur e di qartë se ku po shkon dhe çfarë dëshiron të arrish. Të ndjekësh rrugën tënde në punë ose në përditshmëri të jep kënaqësi të veçantë. Kjo javë është shumë e favorshme për përmirësimin e aftësive dhe kujdesin ndaj shëndetit. Ke një përkushtim të qetë, por të qëndrueshëm ndaj objektivave të punës dhe mirëqenies fizike. Ndjen se çdo hap i vogël që bën sot ndërton një version më të fortë të vetes. Kjo periudhë të mëson se disiplina e butë dhe qartësia mendore janë arma jote më e fortë për të ecur përpara. Peshorja, sot komunikimi rrjedh natyrshëm për ty, bisedat janë të ngrohta, të drejta dhe mbi të gjitha të dobishme. Arrin të krijosh mirëkuptim me të tjerët pa shumë përpjekje, dhe kjo e bën ditën ideale për të forcuar një marrëdhënie ose për të çuar përpara një projekt që kërkon bashkëpunim. Mendimet e tua janë të qarta dhe njerëzit janë më të gatshëm të dëgjojnë. Energjia e ditës favorizon gjithashtu kërkimin dhe zhvillimin e ideve. Mund të zhytesh më thellë në një temë, projekt apo ndjenjë, sepse nuk të mjaftojnë më gjërat sipërfaqësore. Kërkon përvoja që kanë kuptim real, emocione që të përfshin plotësisht dhe situata që të bëjnë të ndihesh i gjallë. Më vonë gjatë ditës, lidhesh më fort me instinktet e tua dhe shpreha bëhet më spontane. Mund të ndjesh një dëshirë të shtuar për lëvizje, ndryshim ambienti ose thjesht për të thyer monotoninë. Një aktivitet i ri ose një ide kreative mund të japë energji të freskët. Kjo javë të shtyn drejt një strategjie jetese më reale dhe më të thjeshtë. Po kupton se autenticiteti është më i rëndësishëm se sa përshtypja që krijon tek të tjerët.
Është një periudhë shumë e fuqishme për sinqeritet emocional, sidomos në marrëdhënie, partneritete, romancë, lidhjet me fëmijët apo në botën kreative dhe argëtuese. Akrepi sot ndjen një nevojë të fortë për ekuilibër emocional dhe kjo të bën të vlerësosh më shumë njerëzit që qëndrojnë pranë teje në mënyrë të sinqertë. Mund të kuptosh më qartë se kush të jep mbështetje reale dhe kush sjell qetësi në jetën tënde. Është një ditë e mirë për biseda të këndshme, sidomos rreth interesave kreative, argëtimit apo planeve që të japin kënaqësi shpirtërore. Energjia të nxit të qëndrosh aktiv dhe i angazhuar. Edhe pse më vonë gjatë ditës mund të ndjesh dëshirën të tërhiqesh pak dhe të reflektosh. Me lëvizjen e hënës në sektorin e 8 diellor, emocionet bëhen më të thella dhe intuita më e fortë. Mund të ndihesh më introspektiv, duke analizuar ndjenja, lidhje apo situata që kërkojnë kuptim më të thellë. Kjo javë është shumë e fuqishme për të përmirësuar jetën në shtëpi dhe ndjenjen e sigurisë personale. Mund të ndjesh dëshirën të rregullosh ambientin, marrëdhëniet familjare ose mënyrën si kujdesesh për veten emocionalisht. Sa më shumë investon energji në gjëra që të japin stabilitet, aq më i plotësuar ndihesh, ke gjithashtu vendosmëri të madhe për të gjetur përgjigje ndaj problemeve të vjetra. Nuk je më i gatshëm të shmangësh çështje të pasgjidhura, përkundrazi, kërkon thellë derisa të gjesh zgjidhjen. Shigjetari, sot ndihesh më i prirur të përqendrohesh tek gjërat praktike që e mbajnë jetën tënde në ekuilibër. Rutinat, organizimi dhe kujdesi për shëndetin nuk duken më si detyrime, por si baza që të japin stabilitet dhe energji. Është një moment i mirë për të rregulluar zakonet e përditshme ose për të menduar mënyra të reja që ta bëjnë jetën më të lehtë dhe më funksionale. Bisedat që zhvillon mund të sjellin ide të vlefshme për përmirësime konkrete, qoftë në punë, në stilin e jetesës apo në mënyrën si menaxhon kohën. Mendja jote është praktike dhe e hapur ndaj ndryshimeve që sjellin rezultate reale, më vonë gjatë ditës. Energjia zhvendoset drejt marrëdhënieve kur hëna hyn në sektorin e partneriteteve. Ndjen më shumë dëshirë për të ndarë, bashkëpunuar dhe për të lidhur emocionalisht me të tjerët. Entuziazmi për interesat dhe projektet rritet kur i ndan ato me dikë tjetër, duke krijuar ndjenjë motivimi dhe afërsie. Kjo javë të ndihmon të kuptosh se komunikimi kërkon më shumë përqendrim dhe përkushtim. Sa më shumë të dëgjosh dhe të shprehesh me qartësi, aq më shumë përmirësohen marrëdhëniet e tua. Edhe në mësim apo në njohje të reja, fokusi i plot e bën përvojën shumë më të pasur. Britsjapi, sot bisedat mund të marrin një drejtim shumë kreativ dhe frymëzues. Një diskutim i thjesht mund të sjellë një kuptim të ri ose një ide që e çon një marrëdhënie apo projekt në një nivel tjetër. Mendja jote është e kthjellët dhe arrin të lidh detajet praktike me vizionin afatgjatë, gjë që të jep avantazh në çdo bashkëpunim. Energjia e ditës mbështet fort përpjekjet për përmirësim personal. E sheh më qartë se çfarë duhet ndryshuar në zakonet e përditshme, stilin e jetesës apo kujdesin ndaj shëndetit. Nuk është një kritik ndaj vetes, por një moment ndërgjegjësimi që të ndihmon të ndërtosh një version më të fortë dhe më të qëndrueshëm të vetes. Kur gjen pasionin për atë që bën, ke aftësinë të arrish gjëra të mëdha. Ndjenja se ke kontroll mbi çështjet praktike, punën, detyrimet apo organizimin, të çliron emocionalisht ndërsa dita avancon. Sa më shumë rregull vendos në realitetin e përditshëm, aq më i lehtë bëhet edhe brenda vetes. Kjo javë të shtyn të gjesh një ekuilibër më të mirë mes interesave personale dhe përgjegjësive profesionale. Nëse shpërqendrimet janë të forta, zgjidhja nuk është të punosh më shumë, por të vendosësh kufi të qartë dhe prioritete të mençura. Ujori sot përfiton shumë nga lidhja me qendrën tënde emocionale. Ka një ndjesi të veçantë kur arritja e ekuilibrit të brendshëm të ndihmon të shohësh botën përreth me sy më të qetë dhe kreativ. Mund të gjesh kënaqësi duke bërë diçka të dobishme në shtëpi, qoftë një organizim të thjeshtë, një përmirësim të ambientit, ose thjesht një aktivitet që të bën të ndihesh më i qetë dhe më i balancuar emocionalisht, ndërsa dita avancon. Njerëzit përreth teje vlerësojnë më shumë vizionin dhe perspektivën tënde të veçantë.
Idetë dhe qasjet që ofron nuk janë të zakonshme dhe mund të sjellin njohje ose mbështetje nga të tjerët. Ndjekja e një pasioni të ri ose një interesi që të entuziazmon mund të sjellë energji të freskët dhe motivim. Kjo javë është e fuqishme për të përkushtuar veten ndaj një projekti afatgjatë dhe për të rritur nivelet e motivimit. Mund të ndihmosh dikë me informacionin që ke dhe kjo të jep një ndjenjë kënaqësie të thellë. Në thelb, kjo periudhë të tregon se ku kujdesesh për harmoninë tënde dhe ndjek pasionet e tua. Energjia e jashtme dhe njohja nga të tjerët vijnë natyrshëm, duke të ndihmuar të ecësh përpara me qetësi dhe siguri. Peshqit, sot është një ditë e fuqishme për të përqendruar energjinë tek interesat dhe projektet personale. Nuk tërhiqesh aq shumë nga komplimentet apo fjalët e ëmbla, sa nga respekti dhe sinqeriteti që të tregojnë të tjerët. Vlerësimet reale dhe lidhjet autentike kanë më shumë peshë për ty se sa aprovimi i jashtëm. Bisedat dhe mendimet që ndan sot mund të jenë veçanërisht të dobishme, sepse fragmentet e informacionit ose ideve fillojnë të lidhen në një pamje më të qartë. Është një periudhë pjellore për të ndërtuar lidhje, për të kërkuar ide të reja dhe për të eksploruar interesa që mund të kenë potencial të madh më vonë gjatë ditës. Ndjenja jote për siguri dhe rehati bëhet më e fortë. Nëse i kushton vëmendje nevojave të tua emocionale dhe vendos të punosh për të rikuperuar energjinë tënde, mund të ndjesh një përditësim emocional të vlefshëm. Kjo është një kohë e mirë për të reflektuar mbi atë që të sjellë qetësi dhe stabilitet. Gjatë kësaj jave, motivimi yt është i lartë për të adresuar zonat problematike. Përdorimi më efektiv i burimeve që ke ose shfrytëzimi maksimal i asaj që tashmë zotëron mund të jetë shumë i kënaqshëm. Në thelb, kjo periudhë ti fiton stabilitet dhe qetësi emocionale.